Rreth orës 9:15 të paraditës së sotme ka nisur mbledhja e qeverisë, e sigurisht do të kemi mundësi që të ndjekim ministrat me vendimet që janë marrë përgjatë këtij takimi. Tati Kantieri Detar që ka prodhuar tashmë anije në Republikën e Shqipërisë për zhvillimin e një bashkëpunimi tregtar të jashtëzakonshëm me shoqëri më të madhe ndër më të mëdha në botë për prodhimin e anijeve që shoqëria Fincantieri bashkë me shoqërinë Kajo në këtë bashkim të ri para atosh për këtë JV të re të prodhohen anije deri në 82 metra që është një hap i jashtëzakonshëm sa për këtë vetëm kapaciteteve prodhuese por edhe kapaciteteve teknologjike në Republikën e Shqipërisë. Ai ka të shndrohet i tërë dhe do të adaptohet për prodhimin e anijeve në të kryer përmasave. Është një vlerë shtuar për jo vetëm për sigurinë kombëtare por edhe për prodhimin teknologjik dhe për vendet e punës edhe për know-how që vjen në Republikën e Shqipërisë. Tjetra lidhet me mbajtjen e fjalës nga premtimit të kryeministrit thënë publikisht në lidhje me shpërblimet për forcat armatosura dhe të gjitha forcat e angazhuara në situatën e zjarreve. Sot është shpërndatuar vendimi i Këshillit të Ministrave i cili autorizon njësitë e pushtetit vendor që të japin shpërblime për zjarrfisat që janë pranë tyre dhe gjithashtu ka miratuar edhe shpërblimet për gjitha trupat dhe të gjithë forcat që ndodhen në forcat armatosura në aparatin e Ministrisë së Mbrojtjes që janë angazhuar tashmë për situatën e zjarreve. Situata e zjarreve si vjet është menaxhuar në mënyrë shumë të mirë. Jemi shumë krenar për punën që të gjithë aktorët dhe faktorët kanë zhvilluar menaxhimin e zjarreve. Kemi mbi 27 vatra masive zjarre që janë mitiguar dhe janë shuar në Republikën e Shqipërisë, duke filluar nga Firi, Idriza, nga Fusharsi, nga Kurbini, nga Lezhë e tjerë me radhë, ku janë mbi 1380 forca që deri aktualisht janë angazhuar në shuar në këtyre zjarreve, në ndihmimin e këtyre zjarreve. Kapacitetet si asnjëherë tjetër, si asnjë vit tjetër kanë qenë operacionale, patë edhe ndaljen e fundit kryeministrit, mjetet, zjarrfikset, flota e helikopterëve që është në dispozicion për shuar në këtyre zjarreve, janë mbi 90 mjete që kanë qenë aktive, janë mbi 5 helikopterë që janë aktiv për shuar në këtyre zjarreve. Deri tani fal koordinimit shumë të mirë dhe fal përgatitjes shumë të mirë edhe të gjithë angazhimin e njësive të pushtetit vendor, prefektëve apo forcave të armatosura nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile janë shuar dhe mitiguar shumë nga rastet e emergjente që kanë qenë në Republikën e Shqipërisë. Aktualisht kemi një situatë zjarri në Dajt, janë mbi 120 forca që aktualisht po punojnë për shuarin e këtij zjarri, pa llogaritur këtu angazhimin që janë edhe nga pushteti vendor. Janë 2 helikopterët që aktualisht po zhvillojnë pjesën e shuarit së zjarreve edhe nga ajri. Besoj dhe jemi bindur që ky shpërblim shkon në vendin e duhur, shpërblim i merituar për njerëzit e punës, për ata që janë vit part frontit që përballen me zjarret dhe që garantojnë që situata jetë nën kontroll dhe e menaxhuar dhe që e gjithë pjesa e biznesit, jetës së qytetarëve është e sigurt për sa kohë këta njerëz janë vit part frontit. Ky shpërblim është shpërblim i merituar. Qeveria jep gjithë atyre të cilët përballen drejt për drejtë me zjarret, përballen vit part frontit të gjithë emergjencave kudo në Republikën e Shqipërisë. Dhe e fundit lidhet edhe me një akt i cili lidhet me misionin tonë Letërni. Këto janë kryesisht akte që janë kaluar sot për Ministrinë e Mbrojtjes. Faleminderit për pyetjet pastaj. Greta Bullari, televizioni Klan News. Zoti Ministër, marrëveshja direkte e HUAS mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë kryefjalë e diskutimeve ditët e fundit. Ndaj doja t'ju pyes nëse mund të ndani më shumë informacion së pari kur është iniciuar kjo marrëveshje, e dyta në çfarë faze ndodhet aktualisht dhe a ka lidhje kjo marrëveshje me përgatitjet që Shqipëria po bën në kuadër të pritjes së samitit të radhës të NATO-s apo për detyrimet të tjera karshi aleancës? Faleminderit. Në lidhje me marrëveshjen e fundit e FMF, së pari duhet të sqaroj që marrëveshjet e FMF nuk kanë filluar specifikisht këtë vit, nuk e kanë për këto marrëveshje specifike, por e kanë për historinë e marrëveshjeve FMF që nga vendosja e marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës e deri përpara kësaj marrëveshje ne kemi rreth $196 milion që janë të angazhuar nga qeveria e Shtetit Bashkuara për programin FMF për Republikën e Shqipërisë. Janë shumë mjete që janë dhuruar Republikës së Shqipërisë, janë përfituar Republikën e Shqipërisë, kanë ardhur Republikën e Shqipërisë. Këto mjete specifikisht dhe kjo marrëveshje specifike është marrëveshje më e fundit në programin FMF, është angazhuar në këtë vit. Lidhet me marrjen e disa mjeteve, pajisjeve dhe sistemeve që i duhen forcave të armatosura. Nëse përgjigjja është a duhet për samitin janë të tjera sisteme që duhen, nëse pyetja është a lidhen ky program FMF me kapacitetet e forcave të armatosura, patjetër ato kapacitete janë kërkuara me vite, por është aplikimi për to dhe angazhimi për to është bërë si vjet dhe vetëm fakti që një marrëveshje e cila për herë të parë mbas pothuajse 30 vjeç
është më e madhe se sa ka qenë totali i financimeve të përfituar nga Shtetet e Bashkuara, pra është $302 milion nga 196 që ka qenë gjithsej, tregon jo vetëm mbështetjen politike, edhe kur them mbështetje politike kanë për qeverinë shqiptare, kanë për shtetin shqiptar, për sigurinë në Republikën e Shqipërisë, dhe nëse pyetja është a lidhet me samitin, po lidhet me samitin, po jo me samitin që do vinë në Tiranë. Lidhet me angazhimin e samitit Hagës. Dhe këto shpenzime ushtarake kam thënë dhe i them, nuk lidhen vetëm me Republikën e Shqipërisë apo vetëm specifikisht me qasjen që ne kemi në Ministrinë e Mbrojtjes. Lidhen me të gjitha shtetet aleancës, janë të gjitha shtetet aleancës të cilët kanë pas një qasje apo një trajektore standarde në lidhje me mbrojtjen, që nga samiti i Hagës është vendosur rritja e shpenzimeve për të kapur në vitin 2085 ata që quhet angazhimi i Hagës 3.5% shpenzime që janë të lidhura vetëm me mbrojtjen dhe 1.5% që janë të lidhura rreth mbrojtjes, që mund të jenë siguri kibernetike, infrastrukturë kritike e tjerë. Në këto shpenzime, ne kemi atë që quhet shtegu i besueshëm i shpenzimeve, fillojmë si vjet me 2.2% të GDP-s vetëm për shpenzime që janë të mbrojtjes, dhe patjetër që kjo kredi jo vetëm që është financiarisht një ndihmës për qeverinë shqiptare për përmbushjen e këtyre kapaciteteve në forcat armatosura, por është edhe patjetër një miratim që lidhet me transferim teknologjik në Republikën e Shqipërisë. Ne nuk po bëjmë mjete të përdorura, por bëjmë mjete të reja, teknologji të fjalës fundit që lidhet me mbrojtjen, dhe kjo është edhe një mbështetje politike për Republikën e Shqipërisë, për atë që ne jemi në Ballkanin Perëndimor, për atë që ne jemi në NATO, për pozicionin që qeveria shqiptare ka të qartë krah aleancës, dhe siç tashmë është edhe e ditur publikisht, qeveria shqiptare ka në politikën e saj të jashtme pothuajse të gjitha politikat e saj të mbështetura pikërisht në vlerat e aleancës dhe ato që janë qendrimet e përbashkëta të aleancës. Ky program FMF në këtë mas bëhet për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, pra në këtë mas 302 milion, dhe është një rritje jashtëzakonshme e kapaciteteve të luftimit, të sistemeve, të kapaciteteve në Republikën e Shqipërisë, dhe angazhimi vetëm brenda këtij viti, nga aplikimi deri tek miratimi, tregon edhe një herë atë që është mbështetja e qartë për qeverinë shqiptare, për Republikën e Shqipërisë dhe për mbrojtjen dhe për sigurinë në këtë rajon. Mirë, kemi dëgjuar për pak çaste zotin Nufi sa i takon sqarimeve që ka bërë si për shpërblimet që do të bëhen për ata që janë në vijën e parë të frontit në përballjen me zjarret përgjatë një periudhe të vështirë, sikurse është ajo e verës, por nga ana tjetër sqaroi diçka edhe për marrëveshjen sa i takon një marrëveshje për mbrojtjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.